Sa shumë kuriozitet, sa shumë pyetje, sa shumë dëshirë për të filluar ky spektakël i cili mban të gozhduar afër ekranit shumë audiencë, jashtëzakonisht shumë audiencë. Këtë e kanë provuar dhe ata që kanë qenë brenda në spektakël, pasi kanë dalë, kanë kuptuar ç'a audiencë ka, edhe ata që e kanë parë nga jashtë këtë format. Tani, vetë Top Channel ka thënë që duke filluar nga dhjetori. Por pyetjet janë, cila është data e saktë e fillimit Big Brother? Kush do të jenë personazhet që do futen aty brenda? A do jenë më shumë vajza apo djem? Sa vet do jenë? Kush do të jetë ai personazh i cili do t'i rrëmbejë zemrat e shqiptarëve, apo ato personazhe do rrëmbejnë zemrat e shqiptarëve këtë edicion? Tani, shiko, le ta bëjmë pak edhe si quiz. Datat, domethënë flitet për dhjetor. Atëherë Big Brother fillon gjithmonë një ditë të shtunë. Të shtunë, nuk fillon të martën, por fillon të shtunën. Që do të thotë fillon ose me 6, ose me 13, ose me 20, ose me 27. Votojeni pak. Kur fillon Big Brother? Në cilën nga këto të shtunat e dhjetorit?